Opozita ka vendosur të zbresë në shesh për detajet e këtij aksioni politik të papritur, duhet thënë, por jo të pabesueshëm, veçanërisht në një kohë si kjo ku gjysma e Tiranës është në lockdown pandemik, se na kanë ardhur liderët evropian. Do të flasim me të ftuarit tanë. Agim Nesho është për të na sqaruar këtë aspektin diplomatik dhe impaktin që do të ketë. Mirëmëngjes, ambasador. Gjithashtu edhe Gent Strazimiri na vjen si fitues, si jo fitues, si qarku Durrësit, si subjekt dhe objekti Durrësit. Mirëmëngjes, Strazimiri. Ta fillojmë nga Nesho, çfarë impakti do të ketë, a do të mundet mesazhi i opozitës të arrijë te liderët evropian? Në fakt, Flavio, është një lëvizje shumë e mirë. Opozita tashmë e ka vendosur që këto zgjedhje nuk do të njiten. Për arsye se të gjithë në Shqipëri e dinë që ishte një masakër e përmazave të jashtëzakonshme zgjedhore që regjimi Ramës kreu. Prandaj, mbledhja e opozitës është një sinjal ndaj liderëve europian, të cilët në një farë mënyre janë përpara një fakti të kryer, sepse do të marrin pjesë në një summit të sigurisë që nuk ka të bëjë me realitetin zgjedhor në Shqipëri edhe qasjen që duhet kenë ndaj një regjimi të tillë. Prandaj, sado i vogël që të jetë numri i protestuesve, tregon që kjo situatë nuk do të pranohet, edhe kjo është një drejtë e popullit opozitar në shërbim të interesave të demokracisë të vendit tonë. Kuptoj. Strazimiri, çështja është sa i takon farsës, masakrës elektorale, a do të keni mundësi ti mobilizoni njerëzit dhe të përçoni edhe tek publiku mesazhin asaj që ka ndodhur, edhe pse një pjesë e madhe e publikut duket sikur këtë javë pyet veten ore Ramën, kush e votoi?